Jeta online për shumë të rinj është kthyer në një arenë gare e lidhur me dëshirën për të qenë bimoshatarët e tyre, edhe nëse do të duhet të përdorin bullizmin si mjet. Rrjetet sociale dhe platformat digjitale janë hapësira ku bullizuesit veprojnë lirshëm, të mbrojtur nga anonimiteti dhe mungesa e përgjegjësisë. Nga Meta që është komplet GDPR compliant, do të thënë është të plotëson gjithë rregullat e Bashkimit Evropian për privatësinë, për drejtat e dhënave personale. TikToku nuk e bën këtë gjë dhe aty është problemi më i madh për të krijuar më shumë account fake dhe aty janë më shumë account fake. Bullizmi pas ekranit si nevojë për dominim sjell pasoja të rënda psikologjike. Situata paraqitet problematike për shkak sepse të rinjt shpeshherë ndihen të ngacmuar, të bullizuar, të frustruar nga njëri tjetri, emocionalisht e kanë shumë të nevojshëm për të kuptuar, për të qenë të pranishëm, për të marrë përqimin dhe aprovimin e të tjerëve. E kur kjo nuk ndodh, ndikon drejt për së drejti në mënyrën se si mendojnë, si ndihen, në vetëvlerësimin, në ndjenjat e ankthit dhe në mënyrën se si përshtaten me botën reale. Mungesa e njohjes së kufirit të shpërndarjes së privatësisë online i bën të rinjt më të ekspozuar ndaj sulmeve digjitale. Edukimi për përdorimin e sigurt të teknologjisë është i domosdoshëm. Ndoshta do duhet që në shkollat të bëjmë një etikë digjitale, një lëndë që quhet etikë digjitale, ku të rinjt mësojnë çfarë janë informacionet që duhet të ndajnë online, çfarë janë fotot që nuk duhet të shpërndajnë online, si të dallojnë ata persona që ka një sjellje të caktuar dhe të kemi kujdes. Kështu që për mendimin tim kjo etika digjitale duhet implementohet në shkolla që të rinjt të dinë se çfarë pret në atë botë digjitale. Sipas UNICEF, në Shqipëri 72% e fëmijëve më të ndjeshëm psikologjikisht përjetojnë bullizëm kibernetik, me forma që shkojnë nga ngacmimi seksual tek shpërdorimi të dhënave psikologjike dhe sulmet ndaj jetës private.